As në përpjekjen e 27 nuk u arrit të bëhet konstituimi i legjislaturës së 9 të Kuvendit të Kosovës. Palët nuk po lëvizin nga qëndrimet e tyre, ndërkohë që çështja ka ngesur tek votimi i komisionit për votim të fshehur për propozimin e LVV-s që Albulena Haxhiu të zgjidhet kryetare e Kuvendit. Por gjithë kjo maraton seancash pa rezultat, ngjall dyshimet se partitë e mëdha frikën e tyre për marrjen e përgjegjësive shtetërore, veçanërisht për çështjet e papërfunduara të dialogut me Serbinë, e kamuflojnë me emrin Albulena Haxhiut. Nisur nga kjo, publicisti shqiptaro-amerikan Hafiz Shala ka ngritur shqetësimin e tij të thellë lidhur me situatën politike në Republikën e Kosovës, duke i quajtur themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, një akt që barazohet me ndarjen e veriut dhe bashkimin e tij me Serbinë. Në këtë rast, Shala kritikoi rolin e opozitës, qëndrimet e faktorit ndërkombëtar dhe pasivitetin e klasës politike, karshi kërcënimeve të sovranitetit dhe funksionalitetit shtetëror të Kosovës. E duan pushtetin, por i friksohen përgjegjësisë, përmes ngërçit politik, po e nënçmojnë sovranin dhe po i pengojnë themelimin e institucioneve shtetërore. Shkaqet e veprimeve të tilla të papërgjegjshme që t'i ndajnë në 3 kategori: frika nga e kaluara 20 vjeçare në pushtet, vendimet e dëmshme antishtetërore dhe ajo që është kryesorja, asocioni komunave me shumicë serbe. Pas klirimit me ndihmën e aleatëve tanë, Veri Atlantik në radhë të parë SBA-s, miku tonë historik, Republika e Kosovës mori në thuaj që në start me akomodimin në pushtet, përmes vullnetit të popullit, të atyre njerëzve të padijshëm, të dyshimeve politikisht e moralisht, të paguximshëm për vendime të mëdha në interes të popullit të sapo dalë nga lufta, të pangopur nga egoja personale, të paprekshëm sepse sipas tyre vetëm ata e çliruan ndërdanin dhe vetëm atyre u takon pushteti, duke i lënë pas dore bashkëluftëtarët e tyre. Në ato rrethana kur duhet të vendoshin korniza afatgjata shtetërore, ata u shndërruan në vetë individ të paprekshëm, të pakurrizor ndaj ndërkombëtarëve, në dëm të interesave shtetërore, atëherë kur duhet të ngrinin zërin me të drejtë për trajtimin jo të barabartë karshi Serbisë, duke i harruar viktimat e luftës dhe gjenocidin serb, për të shndërruar në të dëgjueshëm, të disiplinuar dhe servil ndaj Serbisë. Nga dëshira që të tërë luftën e UÇK-s ta përshkruajmë vetëm si merit për vetëpërmirësim, bën gabime të cilat po i vuajmë sot, nesër e nuk i dihet dhe sa kohë, sepse me ose pa vetë dije, e kemi futur veten si shtet në obligime që nuk do duhet të ndodheshim kurrë. Kishim një kushtetues, ndonse të imponuar dhe të artuar nga ndërkombëtarët, por edhe si e tillë, nuk lejonte ndërhyrje të imponuara nga Serbia, gjoja për hir të paqes dhe jo ndaj Serbisë, ka thënë ai. Sipas tij, tani vendi ndodhet në një situatë absurde, ku pakicës i jepet e drejta e vetos bllokuese për çështjet nacionale. Teje publicisti Shala e ka vlerësuar si skandaloze deklaratën e komisionares Marta Kos se rruga e Kosovës drejt BE-s kalon përmes dialogut me Serbinë. Nga ana tjetër, publicisti thotë se opozita e Kosovës e ka futur veten në obligime të pranuara si pasojë e veprimeve të përbashkëta biznesore, politike, korruptive dhe kriminale me listën serbe, përfshirë pranimin dhe nënshkrimin e marrëveshjes së dëmshme me Serbinë, pranimin e inferioritetit ndaj saj, shantazhet dhe bashkëpunimin kriminal, dhe nuk është në gjendje të kundërvihet kërkesave, shantazheve apo diktateve serbe. Tutje Shala konsideron se çështja e asociacionit të komunave një etnike me shumicë serbe është thelbësore dhe pikërisht këtu opozita, për shkak të mungesës së guximit për të deklaruar hapur, po e krijon një ngërç artificial për të shmangur përgjegjësinë.